6 zyrtarë të bashkisë Elbasan janë marrë të pandehur nga prokuroria pasi dyshohen se kanë manipuluar skemën e ndihmës ekonomike duke futur në listë përfituese familje që nuk plotësojnë kriteret ligjore dhe duke shkaktuar një dëm prej rreth 12.5 milion lekësh në buxhetin e shtetit. Ata akuzohen për shpërdorim detyre, vjedhje duke shpërdoruar detyrën, falsifikim dokumentash, hyrje pa autorizuar kompjuterike, ndërsa ndaj tyre janë caktuar masat e sigurisë, detyrën paraqitje dhe pezullim nga detyra. Hetimi nisi në muajin prill të vitit të kaluar pas një kallëzimi të një qytetari i cili denoncoi abuzime në skemën e ndihmës ekonomike. Verifikimet e prokurorisë Elbasan në bashkëpunim me policinë e shtetit zbuluan se zyrtarët nuk administronin dokumentacionin e kërkuar me ligj, miratonin përfitime për persona që nuk kishin të drejtë dhe shtonin në mënyrë fiktive numrin e familjeve përfituese. Sipas organit të akuzës, hetimi është përqendruar në një njësi administrative të qarkut Elbasan për periudhën tetor 2024, korrik 2025, ku konstatua një dëm ekonomik prej rreth 12.5 milion lekësh. Pas nisjes së hetimeve, numri i familjeve që përfitonin ndihmë ekonomike ra nga 320 në 110, çka sipas prokurorisë konfirmon se një pjesë e konsiderueshme e tyre ishin futur në skem në kundërshtim me ligjin. Prokuroria thekson se funksionarët kanë vepruar në bashkëpunim me njëri tjetrin duke lejuar përvetësimin e padrejtë të fondeve publike, duke mos ushtruar kontrollin e detyrueshëm për të parandaluar këtë veprimtari të paligjshme.